Në një shoqëri që synon zhvillim dhe mirëqenie për të gjithë, gjithëpërfshirja në tregun e punës mbetet një nga shtyllat më të rëndësishme për barazi sociale. Çdo individ, pavarësisht aftësive apo sfidave që bart, ka kapacitet, talent dhe vlerë për të kontribuar. Ky material sjell një rrëfim të sinqertë të ndërtuar mbi histori reale dhe përvoja profesionale, duke pasqyruar se si mund të funksionojë një treg pune që i hap dyert për të gjithë. Në këtë udhëtim, prezantohet shembulli i gazetares Lume Berisha, e cila punon në radio-televizionin e Kosovës. Sfida të shumta e kanë shoqëruar për vullneti, për kushtimi dhe angazhimi i saj ka qenë më i madh se pengesat. Nëse më pyetni a është e vështirë, është jashtëzakonisht shumë e vështirë, sepse normalisht kur mungojnë mjetet e punës që janë të dedikuara për personat e verbër dhe ata me shikim të dëmtuar, normalisht që ke probleme shtesë, pastaj tek puna teknike, gjitha këto, por prapë se prapë deri më sot unë mund të them se ja kam arrit fal angazhimit tim. Në anën tjetër, perspektiva profesionale vjen edhe nga psikologu Betim Bregovina, nga shkolla Nexhmi Mustafa, e cili thekson rëndësinë e pranimit të vetës si hap të parë drejt fuqizimit. Duhet me filluar procesin më të vështirë, pranimin e vetës, pastaj rreti familjar duhet me fillu me i pranu, qysh janë, masandaj arritjet edhe përgatitja shkollore, përgatitja profesionale para shërbimit, edhe në shërbim punësimi, zhvillimi profesional gjatë shërbimit, gjatë punës. Kurse, sipas zyrtareshës së shkollës Nexhmi Mustafa, në Prugëc, Xhevria Osmani, ajo thotë se përveç se është një sfidë e madhe, është edhe kënaqësi, sepse tregon qartë se edhe ata me sfida të veçanta janë pjesë të besore e komunitetit. Përveç që është sfidë e madhe fillimi, unë mendoj që është edhe kënaqësi. Fëmijët, stafi mësohen me pase. Ata persona që kanë një aftësi të kufizuar në një fushë caktuar, ata i duhen komunitetit. Kuptimi i nevojës për kushte të përshtatshme reflektohet përmes përvojës së Nderim Ajdarit, Junior Quality Assurance në Gjirafa. Historia e tij dëshmon se kur krijohen rrethonat e duhura, performanca dhe zhvillimi profesional rriten natyrshëm. Përfshirja fillon nga kultura organizative. Kompanitë duhet të promovojnë aksesueshmëri, fleksibilitet dhe ndërgjegjësim të brendshëm. Në rastin e Gjirafës, mendoj se po ecën në drejtimin e duhur, me një ambient që vlerëson diversitetin dhe performancën reale, jo kufizimet fizike. Ndërkaq, Lavdir Mreqica, si Talent Management and Retention në kompaninë Gjirafa, tregon se sa shumë ndryshon kultura e një organizate kur aksesueshmëria dhe përfshirja trajtohen me seriozitet. Duhet krijojnë realisht një mjedis fleksibil për me ju ofru aksesueshmëri sa më të lehtë këtyre personave. Për shembull, në rastin e nderimit na kemi mundësi për me punu realisht edhe remote, po që sot teknologjia po ofron mundësinë që me u ndje sikurse edhe që je në vendin e punës. Rëndësia e angazhimit në punë del në pa përmes shembullit të Sokol Hamitit, mirëmbajtës në Telekomin e Kosovës, i cili tregon se çdo hap drejt përfshirjes mbështetet në përkushtim, punë të ndershme dhe vullnet për të zhvilluar. Unë jam i lumtur shumë që nuk i këtë ndërsu punës kërë. Që atë momente që i dërzu në punës, me që thamë në vetë, thamë s'po moj vëlla se po du me lonë qëto edhe e përfundoj. Dimensioni ligjor i gjithëpërfshirjes forcohet përmes përvojës së Nusret Shillovës, drejtori i organizatës Klubi Dëshira, i cili thekson se respektimi i ligjit është themeli që garanton barazinë në punë dhe të drejtat të mbrojtura për çdo individ. Ekziston ligji i cili parashe 50 persona të punësuar, i 51 duhet me qenë person me aftësi të kufizuar. Disa hapa i kanë marrë institucionet, si institucionet qendrore, ashtu edhe ato komunale, po edhe bizneset, për arsye se tash me ligjin e ri do të denohen, do të ndëshkohen për arsye mos përfilës këtij ligjit. Ndërsa, Pranvera Musaj, monitoruese e kamerave në Viva Fresh Store, thekson se secili duhet të vlerësohet sipas punës dhe aftësive, duke krijuar mundësi të barabarta për rritje dhe avancim profesional. Krijohen mundësi të barabarta për gjithë, jo vetëm duke plotësuar kuotën 50 plus një punëtor me aftësi të kufizuar, por të ketë më shumë meritokraci, sepse ka shumë persona të gatshëm që janë për tregun e punës.
Secili prej tyre sjell një mesazh motivues, një moment frymëzimi që vjen nga brendësia e tyre. Të gjithë personat me aftësi të kufizuara le të drejtohen në ato profesione që ata i duan, edhe për institucionet në përgjithësi që të krijojnë kushte për personat me aftësi të kufizuara, qoftë në arsimim, qoftë në vendet e tyre të punës. Mos hezitojnë të kërkojnë punë, të përgatiten për punësim, të shkollohen, si dhe të gjejnë vetën kudo që mundën ata. Angazhoni, arritni qëllimet e juve, kur kush drejtën tonë s'ta mohan. Ndone njëri tjetrin, respektoni njëri tjetrin. Knatësia më e madhe me respektu njëri tjetrin. Gjithëpërfshira është mënyra më e mençur për me bo ekipën sa më të suksesshme. Ajo nuk është veç drejtësi, është strategji suksesi. Edhe në këtë rast, të jep hapësirën secilit brenda ekipës, edhe ekipa ka me qenë më kreative. Të mlidhemi, të bisedojmë, të avokojmë për këta persona dhe në këtë mënyrë të ju ofrojmë mundësinë e punësimit, të inkuadrimit, pra dhe kushteve tjera të cilat ju përkasin me ligj. Gjithëpërfshirja në punësim nuk është vetëm një detyrim ligjor apo social, është një investim në diversitetin, talentin dhe njerëzin që e bën çdo organizatë më të fortë. Çdo individ, pavarësisht aftësive apo kufizimeve, ka diçka unike për të dhënë. Mos t'i marrim me i pas numër, t'i marrim vlerë. Këto rrëfime të ndryshme në përmbajtje për të bashkuara në mesazh tregojnë qartë se përfshirja nuk është vetëm e mundur, por është e domosdoshme. Ky material tregon se personat me aftësi të kufizuara janë profesionistë, punëtorë të përkushtuar, kontribues të çmuar. Ata janë shembuj frymëzues të qëndrueshmërisë dhe modeleve të punësimit të suksesshëm. Këta persona që po dhe dëgjuat, lumja, betimi, nderimi, sokolli dhe pranvera janë prove gjallë se kur ju jepet mundësia, vlera shfaqet. Ata janë model, inspirim dhe janë arsyeja pse gjithëpërfshirja nuk duhet të mbetet vetëm ideal, por duhet të bëhet realitet për të gjithë.